Bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimi takon Allahut subhanu ve taala, atë e falenderojmë dhe prej te ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë nga Zoti që të na mbrojë nga të këqijat e shpirtit dhe veprave tona. Atë që udhëzon Allahu subhanu ve taala, s'ka kush e humb, dhe atë që e humb, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka të adhuruar përveç Allahut, i cili është një, i parival, dhe dëshmoj se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguari i tij. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shan, krijuesi të gjithësisë. Vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Paqja, mëshira dhe rahmetet e Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shan qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndoqën e ndjekin dhe ta ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Vëllezër musliman, ne me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu i kalum ditët e para të Bajramit. Dhe me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu u takuam përsëri. Dhe me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu po i fillojmë derset e reja të ditës së Xumat. Temat dhe ligjëratet e xumave të ardhme do të jenë për mëkatet e mëdha. Gjithmonë muslimanët po diskutojnë se kjo punë është mëkat, kjo punë është gjuna, lënia namazit është gjuna, mosdhënia e zekatit është gjuna, të shash vllaun tënd musliman është gjuna, të bësh këtë punë dhe atë punë është gjuna. Por ne të shohim se realitet ç'janë ato gjunahe. Si ndahen gjunahet në Islam? Në sheriatin islam, çfarë gjunahesh kemi ne? Në sheriatin islam, çfarë dënimi parasheh për ata të cilën i bëjnë këto gjunahe? Muslimani si duhet të paraqitet në këtë shekull në cilën ne po jetojmë, në shekullin 21, si duhet të vihet bah këtyre gjunaheve, qofshin atyre gjunaheve të hapsa, po ashtu edhe gjunaheve shubuhateve, dishimeve të cilët po dalin, dhe risive, bidateve të cilët po dalin kohën tonë. Muslimani dhe i riu i kësaj kohe, gjenerata e re, si duhet përballet me këto gjunahe, si duhet i largoj ato.
A thua vallë do të pres derisa ti bëj 60 vjet? A thua vallë në Islam fillon shkolla e 8 vjeçare, cilën e quajmë ne, fillon në moshën 60 vjeçare apo në moshën 7 vjeçare? A thua vallë muslimani duhet i bjerë mbas vetes vete për punët e tij cilët i bën në rininë e vet, atëherë kur çdo kush pret prej atij diçka, apo atëherë kur gjithë ummeti, gjithë njerëzia i kanë çuar duart pi ataj. Pra ne do të diskutojmë diçka në lidhje me gjunahet e mëdha. Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu gjunahet e mëdha na i bëri neve para se të diskutojmë se cilët janë ato gjunahe, se çdo musliman disa prej gjunaheve të mëdha i di. Po para se të diskutojmë për ato gjunahe, të shohim se Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu çfarë i ka bërë gjunahet, ai i cili largohet prej gjunaheve të mëdha, çfarë Allahu xhelle shanu i ofron atij. Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu ai i cili largohet nga mëkatet e mëdha, Allahu xhelle shanu i garanton faljen e mëkateve, mëkateve të vogla. Se ne në Islam kemi mëkate të mëdha dhe mëkate të vogla. Mëkatet e mëdha, Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu na obligon neve si musliman që të largohemi prej tyre. Na obligon. Edhe ai largim si do të bëhet? Ai largim do të bëhet me pendim, me tobe tek Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu, edhe ato pendim të sinqert, me plotësimin e kusheve të pendimit, për cilën pendim ne kemi folë 3 xumaja me radhë para disa kohë. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu na garanton se nëse largohemi prej gjunaheve të mëdha, Allahu xhelle shanu na i fal gjunahet e vogla. Se me gjunahet e vogla vllai nderuar, nuk ka musliman në këtë botë i cili nuk zhitet për çdo ditë nga pak. Për çdo punë të vogël Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu na e çon çdo lishim i punës të vogël, Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu na e çon neve gjuna. Dhe muslimani e ka për obligim të pastrohet nga gjunahet e mëdha, dhe Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu me madhninë e vet ja pastron gjunahet e vogla. E largon, ja fshin faqen atij nga gjunahet e vogla. Ne dëshirojmë që fëmijët tonë, ato të cilët kanë faqen e bardhë të historisë së vet, kanë faqen e cila nuk është e përlima as pak, kanë faqen me cilën ato nuk merren në pjeqe, edhe tek ata ti mësojmë se cilat janë mëkatet e mëdha që ato të largohen. Dhe nesër të mos e fillojmë mësimin prej fillimit, të mos e fillojmë klasën prej klasën e parë, po të ecim klasë e parë, klasë e dytë, klasë e tretë, dhe kështu që të përparojmë vllai nderuar, të përparojmë në atë aspekt që mos kthehemi në Ramazanin tjetër ose në këtë kohë që tash ne po diskutojmë, të kthehemi po të njëjtat tema të diskutojmë. Po të diskutojmë për diçka më të madhe, të diskutojmë për diçka më të thellë, të diskutojmë dhe të mësojmë me të rinjt tanë, të mësojmë se ç'është koment i Kuranit, të mësojmë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalami dhe të diskutojmë se çfarë mësimesh nxjerrën nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalami. Pra të mësojmë vazhdimisht të mësojmë. Të mësojmë dhe këtë xhamin tonë mos e konsiderojmë vetë si xhami për faljen e namazit dhe largimin nga jo. Po jo. Kjo xhami me lejen e Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu do të jetë medrese në të cilën do të mësojnë fëmijët tanë, po edhe të rinjt tanë, cilët janë sot prezent, po edhe ata cilët nuk janë prezent. Unë nuk bëj thirrje atyre të cilët janë prezent, tu bëjnë thirrje atyre të cilët kanë qenë prezent ditën e Bajramit. Për hir të Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu, na lejoni të takohemi o vëllezër. Mos e bëni vend takimin ton Flomarkun, atë pazarin atje ditën e diell. Po bëj një xhami, se në ditën e diell takohemi këtu në xhami, kemi dersin e ditës së diell mbas dreke. Mbajmë dersin e ditës së diell. Për ata që ju jeni pushim, ne po e shfrytëzojmë që të mësojmë diçka. Mësojmë diçka për hir të Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu. Lajmëroni ato vëllezërit tuaj se ditën e diell fillojnë ligjëratat si të jetojmë me pejgamberin alayhi salatu wassalami. Si a dëshiron ti, unë jam i bindur që çdo musliman dëshiron të jetojë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra, të mësojmë se si të jetojmë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Për të mësuar se si të jetosh me pejgamberin alayhi salatu wassalam, do të mësosh historinë atij. Si lindi, ku lindi, çfarë bëri, çfarë jetoi. Pra do t'i mësojmë sot ditën e diell inshallah. Do të fillojmë në mësimet tona. Ne ditët e xumaja do të mësojmë për mëkatet e mëdha. Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu në Kur'anin famëlar thotë: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Tot Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu. Në qoftë se ju largoheni nga mëkatet e mëdha, Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu do t'ju afshin mëkatet e vogla. Do
do t'ju pastroj faqen tuaj të historisë. Dhe juve do t'ju vendos në një vend të ndershëm, në një vend cilën ju e ëndrroni ato. Ai është xheneti, vllai nderuar. Xhenet në këtë dunja edhe xhenet në botën tjetër. Xhenet në këtë dunja me bollok të jetosh, me bereqetin e Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu të jetosh. Ndërsa në xhenetin e dunjas tjetër gjithë e dim se ç'është. Gjithë e dim të mirat aty që janë. Për ato po ashtu kemi diskutuar se çfarë na pret neve. Në përfundim të Ramazanit kemi diskutuar se çfarë ka përgatitur Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu për besimtarët në xhenet. Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu larguesin nga mëkatet e mëdha ja garanton hyrjen në xhenet. Si tha Allahu xhella shanu: "Wa nudkhilukum madkhalan karima", dhe ju u vendosim në një vend të ndershëm. Po ashtu Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu thot në Kur'an: "Walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahish wa idha ma ghudibu hum yaghfirun." Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu thot, ato të cilët largohen prej mëkateve të mëdha, atire Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu u garanton falje. U garanton falje dhe vendim në atë vend të cilën Allahu xhella xhelalu e ka garantuar për muslimanët. Por thot, ai pastron edhe nga e neveritshmja. E neveritshmja punë e keqe, vllai nderuar. Si thot Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu në Kur'an: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar." Thot Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu, me të vërtet namazi largon nga puna e ndaluar dhe ajo që është e fuqiur. Por dije se përmendja Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu është gjë më me vlerë. Më e madhe është tek Allahu xhella shanu thush la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe ta falish edhe namaz. Se edhe namaz thua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namazi të largon nga punë të këqija. Namazi të bën të pastrohesh nga mëkatet e mëdha, me pendim tek Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu. Allahu xhella shanu në Kur'anin famëlar po ashtu thot: "Walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira." Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu atyre të cilët largohen nga mëkatet e mëdha, u fal gjunahet, se Allahu xhella shanu është i gjerë dhe fal shumë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "As-salawatul khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadana ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtanabat al-kaba'ir." Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, namazi, prej namazi deri në namaz, janë pastrim prej gjunaheve. Prej Ramazani deri Ramazan është pastrim prej gjunaheve. Prej në hax, prej në umre deri në umre është pastrim prej gjunaheve. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në fund të hadithit: "Në qoftë se largohemi prej mëkateve të mëdha." Pra të gjitha ajetet e Kuranit, cilët ne i cituam sot, edhe shumë cilët gjenden në Kuranin famëlar, na thuan se na falen gjunahet e vogla në qoftë se largohemi nga gjunahet e mëdha. Po ashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha namazi, prej namaz deri namaz, prej namaz të sabahut deri namaz të drekës, sot që namazi xhuma, falen gjunahet cilët janë bë në mes këtij namazi. Prej namazit të xhumas deri namazin e gjimit, Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu ti fal gjunahet në mes tyre di namaz. Po ashtu namazet tjera. Po ata të cilët thonë se s'kemi gjunahe, ani vllai nderuar, a nuk meriton që të jesh falëndërues tek Allahu xhella shanu? A nuk meriton Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu që ti jesh falëndërues që nuk je gjunahe? Edhe pse unë jam i bindur se je i zhitur në gjunahe, hoxha jote është i zhitur në gjunahe. Mund ka mlu gjunahe që kërkoj falje për çdo ditë 5 herë në ditë Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu. Po ti që thua që s'ke gjunahe ani, pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot Aisha radhiyallahu anha, nëna jon, nëna e ndershme, i thot ja Resulullah, pse gjithë kjo adhurim, pse gjithë kjo ibadet, pejgamberi alayhis salatu wassalam i iheshin këmbë duke falur namaz. I thot nëna jon e ndershme, ja Resulullah, pse gjithë kjo lodhje, kur Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu ti ka fal gjitha gjunahet, ta ka fal ato të cilat ka kaluar dhe ajo që do të vijë. Thot ja Aisha, e fala yakunu abdan shakura. O Aisha, nuk jem unë robi i falënderues tek Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu. A nuk ta falenderoj Allahun xhella xhelalu ve xhella shanu për atë që ma ka fal. Edhe ai i cili kish zemrën e bardhë ditën e Bajramit, a nuk meriton Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu falënderim për atë zemër të bardhë që ta ka dhënë? A nuk meriton Allahu xhella xhelalu ve xhella shanu falënderim për atë zemër e cila dëshiron të mirën vllaut vet? Sa ashtu na thua, a nuk meriton Allahu? Pra, kre ka ta kthesh, ndash ke gjunahe, ndash pas ke gjunahe, ashtu si që shuaj në thojza, nuk kanë gjunahe, pra,
le të falin namaz, le të vinë takohen me vëllezërit e tyre musliman, që Allahu xhelle xhelalu o xheleshanu ta shënojë tek robërit e vet, falenderuan, se Allahu i don ato të cilët e falenderojnë ata. Allahu xheleshanu e don ato i cili i thot, o Zot, lekel hamd, zemrën e bardhë ma ka dhënë Allahu. O Zot, falenderit që ma ke dhënë zemrën e bardhë. I falën namazin. Pra, punët që janë të lidhura në Islam, nuk ke ku të hikish në Islam. Je i zënët, në 4 anët je i zënë. Mundohu, shka do të artësie të gjesh. Mundohu që e ke zemrën e bardhë, nuk ja do të keqen kujt, nuk i bën dëm as kujt. Allahu xhelle xhelalu xheleshanu na i ka sqaruar gjitha këto. Prandaj ne jemi këtu për ta shpjeguar. Pra vëllai i nderuar, që janë këto që pejgamberi alayhis salatu wassalam i dha Allahu xhelle xhelalu xheleshanu në Kur'anin famëlar. Na tha, në qoftë se largoheni ju prej atyre të mëdhajave, në qoftë se ju largoheni prej gjunaheve të mëdhaja, ju jeni të falur. Sa janë të gjunahet e mëdhaja? Të largohemi një herë për gjithmonë edhe më mos takohemi me ta. Që të jemi të pastër tek Allahu xhelle. Sa janë to? Ulemaja i kanë tubu, dietarët i kanë tubu mëkatet e mëdhaja dhe thuan se mëkatet e mëdhaja janë 70. 70 mëkate të mëdhaja. Imam el-Zahabiu në librin e vet El Kebair i tubon ato me argumentet e Allahu xhelle xhelalu xheleshanu në Kur'an, po ashtu edhe në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Unë tash jam i bindur se dikush prej jush po thot shumë 70 hosh ku di mësojmë. Di mësojmë vllai nderuar, shumë shpejt di mësojmë. Se ai i cili tenton të mësojë dhe mos largohet prej këtyre, për ato kohë ti mëson. Ne i mësojmë që të largoheni, mos takohemi më me gjunahet e mëdha. Ne gjithmonë kur të bina në gjunat të madh, ti të drejtohemi Allahu xhelle xhelalu xheleshanu me një abdes të pastër dhe me një rekat namaz. Ti themi o Zot na fal se kemi bë gabim. Allahu xheleshanu ta fal. Allahu xhelle xhelalu xheleshanu ta fal. Dhe nuk i intereson se me qenë për shqiptarin edhe çfarë thot. Jo mos ja fal, sa i ka bë shumë. Ka bë shumë komunizëm e di çfarë na ka bërë, na ka prish Ramazanin. Ani, Allahu xhelle xhelalu xheleshanu thot, unë ta fali. Unë ta fali dhe s'pjes asnjë. Allahu xheleshanu pyetën çfarë bëjmë ne. Ai nuk pyetet se çfarë vepron. Nuk pyetet Allahu pse ja falë filanit. Jo nuk pyetet, se Allahu falën shumë. Prandaj o ti vllai nderuar, ti që e vonu pak në moshë, ka kap mosha, ka ngarku gajlet. Kreu tek Allahu xheleshanu dhe mos prito. Mos u mërzit se Allahu ta falë. Andërsa ti i ri, mos prit që të të vije prishnia, që atër pëndohesh, sa s'kusht të garantu penzioni, po as edhe pleci. Nuk të garanton kushtet të të arish këtë moshë. Nuk të garanton kushtet të arish moshën e babës ta. Të garanton kushtet. Prandaj kthehu Allahu xhelle xhelalu xheleshanu nuk kërkon shumë punë. Një dua të sinqet prej zemre duke i thonë, o Allah, unë deri tash kam bë pa drejtësi vetësime. Në qovë se ti nuk ma falë, s'ka kush ma falë mua. Dhe i falë ti reqat namaz. I bindur tek Allahu xhelle xhelalu xheleshanu të falë, dhe ta falë. Dhe ai ta falë. Pra ne, ditët e gjumaja, para namazit të gjumat, të diskutojmë për 70 mëkate. Për 70 gjunahet e mëdhaja që Allahu xhelle xhelalu xheleshanu ne i thot neve në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sot do të kemi rastin që të mësojmë për gjunahin e madh të parë, i cili është nëna e gjunaheve. Është më i madh prej krejt gjunaheve, të cilën Allahu xhelle xhelalu xheleshanu ka thonë nuk e fal. Për gjitha gjunahet Allahu xhelle xhelalu ka thonë i fali. Ato ka thonë nuk e fali. Për ato Allahu xhelle xhelalu xheleshanu në shumë hadithe dhe ajete të Kuranit na kërcënohet me zjarr të xhenemit, na kërcënohet me vrasjen këtë dunja, na kërcënohet me zhdukje të njerëzimit, na kërcënohet ashtu siç na tregon për ato popull të cilët kanë qenë në të kaluara, se Allahu xhaleshanu i ka zhduk. Veç për këtë mëkat. Cili është ky mëkat? Ti bëjmë shok Allahu xhelle xhelalu xheleshanu. Ti bëj shok Allahu xhelle xhelalu xheleshanu, Allahu nuk e fal. Nuk e fal vllai nderuar. Prandaj ti i cili ke bërë shok Allahu xhaleshanu, unë nuk mendoj që kam në mesin tim për atyre, po në qoftë se mendon dikush se ka arrit deri në këtë mëkat. Në qoftë se ka arrit pa dije, në qoftë se ka arrit nga ignoranca jote, nga xahelietlëku jot, atëherë
Mësoje tjetrin, vllaun tënd musliman, që mos bjerë në këtë mëkat. Mësoje vllaun tënd dhe fëmijën tënd mos bjerë në këtë mëkat. Kjo është i bëj shok Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shan. Si bëhet? Çfarë është shirku? Ti bëj shok Allahu xhelle shan, çfarë është? Ai është dy lloj. Ti bësh Allahu xhelle shanu shirk në ibadet, ta adhurosh dikën të tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shan. Ta adhurosh një gur. Po adhuron druri. Tash nuk ka disa andej ka India, po adhurojnë lopën. Po adhurojnë lopën, nuk e presën lopën se po adhurojnë. Të adhurosh gurin, të adhurosh diellin, të adhurosh hënën. Po tash na kanë dalë në shekullin 21, na kanë dalë disa që adhurojnë njerëz. Po adhuron filan këngëtari. Po adhuron shumë herë. Po adhuron Ilir Shaqiri. Po adhuron, ku ta di unë se çfarë po adhuron? Po adhuroshin e hoxhollarët, po adhurojnë filan hoxhe. Po m'pëlqen hoxha, po adhuroj hoxhën, o vllai i nderuar, i bën shirk Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shan. I bën shirk. Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shan thot nëpërmjet gojës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, "Khalaqtuhu wa ya'budu ghayri." E kam kriju robin tim dhe ai adhuron tjetërkën. E adhuroj, valla, këtë punë po adhuroj. Rinia jonë shqiptare, muslimane, po adhuroj këtë punë, po adhuroj filan sendi. Nuk adhurohet sendi, o vllai i nderuar, mund ta duash. Thuaj e du këtë send, e du një kert mirë, e du, thuaj e du një kert mirë, e du, po ma do zemra, po thuaj adhuroj. E du një filan, edhe se nuk diskutojmë a është ajo asë është, ta dush një filan këngëtari, e do, thuaj e du, mos thuaj adhuroj. Largoje pi fjalës tënde adhurimi, largoje pi fjalorit tënd, fshinje krejt të fjalorit tënd, në qoftë se ke një grind zvogël të imanit në Allahun xhelle xhelalu ve xhelle shan. Fshije pi fjalorit tënd fjalën adhurim. Adhurimi i takon vetëm Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shan. Ne fëmijët tonë këtu në këtë mekteb po i mësojmë eshhedu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Besoj me zemër dhe shqiptoj me gojë, se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shan. Kjo është punë e muslimanit cilën e bën. Ja mëson djalit vet, ja mëson fëmijët vet. A thua, kemi në histori që ja ka mësu, po, Lukman alayhi salatu wassalam, i tha birit të vet, ja bunayya, la tushrik billah. O biri im, o e vladi im, mos i boj Allahu xhelle shanu shok. Mos i boj Allahu xhelle xhelalu shok. Inna shirka la dhulmun adhim. Se me të vërtet shirku është një gjunah. Një padrejtësi e madhe. Padrejtësi e madhe ndaj vetes tënde. Thua që Allahu ka kriju e po adhuron tjetërkën. Allahu xhelle shanu ti ka fal gjithçka që kanë këtë botë për ti, e ti po e falenderon tjetërkën. Sa hoxho valla alhamdulillah, po thot alhamdulillah. Mas andej fali qofshim natyrës që i ka fal to lumej, to det në këto urto. Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shanu i ka fal to, Allah i nderuar, nuk i ka fal natyra. Ç'është natyra? Shpjegoma ç'është natyra. Në qoftë se je i Zotit, shpjegoma ç'është natyra. Natyra është gjë e vdekur, po si mund krijoje gjë e vdekur? Çfarë mund krijoje drurja, mund krijoje diçka? Urdhi Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shanu mbi druri, nxjerr fritat, i jep fritat i hanti dhe thua, falenderit oj natyrë që ma dha këtë frit. Falenderimi i takon Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shanu për fritin që ta ka dhënë. Falenderimi i takon Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shanu për atë ujin i cili rrjedh përreth shtëpisë tënde. Po, për atë ujin i cili rrjedh për shtëpisë tënde, ti nuk e shpenzoat i asnjë send. Çaj lumi saz çati, askush nuk ka shpenzu send për atë lumi saz. Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shanu e ka thënë. Lumi vardara që të në Maqedoni, kush shpenzoi për ato ta nxjerrë pitoke? Po atë zemzemin atje kush shpenzoi ta nxjerrë pitoke? Edhe çfarë ujë? Zemzemi, çfarë ujë? Ujë i cili nuk e ka toka. Pra askush nuk shpenzoi për ato. Kodrat ke shpenzu ti, urdhno. Cili argument që ke shpenzu që ti vendosh kodrat? Ke shpenzu ti sen për të venduar detnat? Edhe kripën det, a thua vallë, kush e hudh kripën det? Kush e hudh kripën det? Sa krip nxjerrët për deti? Ku shkon ajo? A thua vallë si vin pra? Pi ka vin ajo? A ke menduar dhe një herë vllai nderuar? Pi nga vin ajo kripën det?
Shumë fel hoq ke hi, thot. Shumë fel ke hi, po unë fel po hi që du të dalëm për ati ku kemi hi ne. Ne kemi hi generatën e shekullit 21, kemi hi në atë felsi, në atë humneri jemi, po adhurojmë tjetër kënd përveç Allahu Gjelle Gjelalu. Po i thuna e adhuroj filanin, Allahu Gjelle Shanu ka kriju. Allahu Gjelle Shanu thot, rëzëktuhu, wa jeshkuru gajri, e kam furnizu, a i falenderon tjetër këndin. Po mos kishte dashtë Allahu Gjelle Gjelalu, Gjelle Shanu, dalë është ti këtu në gurbet. Ti këtu në gurbet që jo, ti gurbeqar. A thua valë do të që dalë? A thua valë do të që dalë? Po jo vallahi, billahi, tallahi. Allahu Gjelle Shanu në qofë se nuk ta kështë shkru për me dalë, se ta kështë bon nasib të dalësh në gurbet. Nuk do të kishte dalë asë njëherë. Edhe sot të po thua, vallahi, mos që kanë filan njerit, unë e të disha. Po thuj njëherë falenderimi i takon Allahu Gjelle Gjelalu. Thuj elhamdulillah që Allahu Gjelle Shanu ma borit të mundshme të dalë gurbet. Që ti hapi paksit e mos e haroj vatani. Se në qoftë se harova vatani dhe gjuhën time, gjuhën tënde për cilën ne si hoxhëllar nuk e kemi obligim të flasim, por ne hoxhëllarët gjithmonë kemi qenë në vit të parë të frontit kur ka qenë puna për punë kombëtare. Po, nuk jemi pjatë hoxhëllarë cilët po e mbajnë lugën në brez. Ne jemi pjatë hoxhëllarë cilët kemi qenë në punë të para, ati ku adesht. Prandaj unë thon vëllezër musliman, ju du shumë për hir të Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu. Mos lejoni që fëmijët tuaj të harrojnë gjuhën shqipe. Mos lejoni që fëmijët tuaj të harrojnë gjuhën shqipe. Kontriboni për atë punë. Kontriboni se nesër do të pendohi. Kontriboni se nesër do të nënshmohi prej fëmijëve tuaj. Kontriboni për atë cilën Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu të ka bërë që të njifesh mes njerëzive. Unë nuk jam kundër as pak, nuk kam asnjë farë kundërshtimi me ata cilët janë kthyer në Islam nga Gjermania, nga Austria, ato i duna, janë vllazërit tonë musliman, janë vëllezërit tonë musliman, nuk kemi kundër atyre. Por ne kemi traditat tona kombëtare, gjuha do të mbrohet. Gjuha duhet të mbrohet, vllai nderuar. Mos e jo që fëmia jot në shtëpi të fole gjermanisht. Mundsoja atij fëmijës tënd edhe në shkollë të mësoje shqip. Mundsoje sa më shpesh të fol shqip që ta theje theksin, se po e humb theksin e gjuhës shqipe, po i humb shkronjat e gjuhës shqipe. Kthehemi atij ku jemi, se kjo breng më han, vllai nderuar. Si fëmia i shqiptarit musliman nuk mund të folë shqip. Kjo breng më han, më breng në shpirtin tënd. Nuk e di pse, ashtu e kam obligim. Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu në përmes gojës së pejgamberit alayhis salatu wassalam na mësoi që nuk adhurohet tjetër përveç Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk adhurohet kush. Unë këtë fjale kam përmend nga kjo kursi. Edhe do e përmendi derisa të më jap Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu mundësi. Që ta them dhe ta pastroj përmendjes së të rinjut musliman. Të sot adhuroj filan sendi, adhuroj këtë punë, adhuroj filan këngëtari, adhuroj filan artisti. Ta largojmë këtë. Ta largojmë vllai nderuar, së bashku ta largojmë. Nuk adhurohet tjetër kush përveç Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu. Allahu Gjelle Shanu thot në Kur'an: "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar." Thot Allahu Gjelle Shanu, ai cili i bën Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu shok, ai cili Allahu Gjelle Shanu i përshkruan shok, Allahu ja ka bë haram xhennetin atij njeri. Ati personi i cili përshkruan Allahu Gjelle Shanu shok, Allahu ja ka bë haram xhennetin. Dhe vend qëndrimi ja ka bë Gjehennemi, zjarri. A thuk, farë është kjo? Si e kuptojnë këtë? E kuptojnë se është diçka shumë e rëndësishme, nuk folet fjalë e cilat vjen prej gojës së muslimanit, përveç se prej asaj do të merret përgjegjësi. Muadhi radiallahu anhu thot: "Ja Resulullah, prej gojës sa?" Thot: "Po, ja Muadh, se kelet ku ummuk." Thot: "A nuk hudhen në xhehenem njerëzit të cilët vetëm guha i ka çuar në xhehenem?" Çfarë tha Ebu Lehebi? Pejgamberi alayhis salatu wassalam jetë të bëj familjen e vet, gjithë Beni Hashimit, dhe i tha: "Në qoftë se unë ju them juve se mbas kodrë ju pret juve një dënim shumë i ashpër, një ushtri shumë e madhe, çfarë do të bëni ju?" Sot ne të besojmë se asnjëherë nuk kina pa prej ti rren, gënjeshtër, mashtrim, s'kina ngju prej teje. Sot po unë them juve se Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu më ka dërgu të jem tek ju pejgamber. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot: "Më ka dërguar që të jem tek ju pejgamber."
edhe të thoni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu xhalla xhelalu xhalla shanu. Ebu Lehebi tha, tebbet leke ma gjema'te lena. Të thafshin duar ti që na të bove në këtë vend. Mbare qoftë ti që na të bove në këtë vend për këtë fjalë. Mbare të vend ti që na të bove të Allahu xhalla shanu e zbiti ajetin kuranor dhe i tha, tebbet yada Abi Lahabin wa tab. Allahu xhalla shanu e zbiti suren e cila këndohet edhe pas 1400 vjetëve pas vdekjes së Ebu Lehebit. Thuan musliman, tebbet yada Abi Lahabin wa tab. Ju safshin duart e Ebu Lehebit dhe ju than ato. Ebu Lehebi, i cili e gjuti pejgamberi alayhis salatu wassalamin me fjalë, Allahu xhalla shanu i tha, ju safshin duart e Ebu Lehebit dhe ju than. Po vllai, nuk jam sot për të diskutuar për Ebu Lehebin. Sot jam këtu edhe do të jem në ligjëratat e ardhshme të ditës së xumë për ta shrënjos fjalën adhurim jashtë Allahu xhalla xhelalu ve xhalla shanu. Për ta larguar ato prej fjalorit ton, për ta larguar ato prej zemrave tona, për ta larguar ato prej mendjes son. Allahu xhalla shanu thot në Kur'an, Allahu fal shumë mëkate dhe i fal gjitha mëkatet. Përveç se në qoftë se i bëhet shirk atij, në qoftë se i përshkuhet shok atij, Allahu ata nuk e fal. Prandaj vllai nderuar, pasoje këtë. Sot nuk adhurohet guri. Nuk adhurohet guri se në një vend atje një vllai jon musliman që shku për vizitë në Amerikë dhe ka kap në kohën namazit dhe po falet me një park atij. Po, falet me një park. Edhe vendon një karike përpara. Mo i kalojnë njerëzit, mos ja hupin vetdijen, ku ta di unë se çfarë, vëmendjen. Edhe kalon një ati për rreth dhe thot me zot na shifja ki e adhuroka këtë karike. Sa ato janë xahila, ato nuk e din. Nuk e din se çfarë adhuron. Pra nuk kanë këtë tokë më që ka për ato cilët adhurojnë Budën atje. Buda ka vdek. Ku ta di unë se kur ka vdek para 2400 e kusur viteve që ka vdek Buda, ato adhurojnë tash Budën, se Buda po bon çajet mira. Buda që po rrin që ati po s'ka hajër pi ati, as guri, as druri, as fjalë nuk thot, as sem nuk dëgjon. Buda po bon hajër. Lopa po adhurohet. Po lopa adhurohet më vlla, Allahu xhalla xhelalu xhalla shanu, lopën na çoj për ta therr neve se jemi të gjithë në shërbimin ton lopa, që marrëm qumshin pi asaj, hamishin asaj, nuk na që ta adhurojmë lopën. Jo, po lopa ka shumë dobi. Lopa po ndjer qumësh, po bon viçi, shife se çfarë punësh ndaja bon. Duhet të adhurohet lopa, mos more, po njeri sa punë të mira po bon. Po e shpon po në Zvicër, është bo tuneli më i masë në botë, që kalon Zvicër në Francë. Tuneli më i masë në botë. Çfarë të adhurojmë atë person që li ka boj? Jo, vllai nderuar. Allahu xhalla xhelalu xhalla shanu meriton të adhurohet. Neve na duhen edhe tuneli dhe më të mëdha. Po na thon, tash po na kanë dalë do shqiptar më të mençët, po na thon, po presëm ne. Jo, ka thon pejgamberi jon. Pejgamberi jon shqiptar ka thon. Mos ba, më trego kushon pejgamberi jon shqiptar. Ibrahim Rugova, mos more, prekati Ibrahim Rugova pejgamberi jon shqiptar, Ibrahim Rugova pejgamberi jon shqiptar se shumë i mençët po qenka. Unë jam i bindur që në këtë mes ka njerëz të cilët dëshirojnë të kenë njerëz më të mençur se Ibrahim Rugova. Më të mençur se ai tjetri i cili është në Maqedoni, ai tjetri që është në Shqipëri, e ku ta di unë se kush më të mençur. E sa pejgamber po presën ato. A thua va, sa pejgamber po presën. Sa pejgamber ato do vinë. Ne kemi nevojë për njerëz mençur, vllai të rrugë. Ne kemi nevojë për njerëz mençur. Në qoftë se neve gjithë që vinë njëri mençur në këtë dunja po qenë ka pejgamber, edhe po qenë ka edhe Zot, edhe po qenë ka do të adhurohet. Ço u bë kjo dunja? Ço u bë kjo dunja? Atëherë Allahu xhalla shan tash po ka dalë një fëmijë, është gjenia më i madh në botë në Egjipt. Genial, fëmijë genial. Ai prej moshën 3 vjeçare tabellën e shumëzimit me numra një shifror e ka ditë që moshën 3 vjeçare. Në moshën 4 vjeçare fillon të merret me kompjuter me sende. Në moshën 6 vjeçare e ka dhënë diplomën për fakultet të krim të teknikës, të teknologjisë. Çfarë pritet prej atij? Prej atij pritet të bëhet një njerëz shumë i madh. Një njerëz shumë që ketë dobi njerëzia prej atij. Por ai çfarë thotë? Unë do e gjeki rrugën e babës tim dhe unë do të jem musliman. E kanë thirr, po është
hapni ju të tri që jeni, hapni shifnja, Breziri, është një adres Breziri, po ashtu edhe mesazhi, shifnja ati, do e shifni këtë djalin e ri. Genial. Çfarë të adhurohet kitash? Ata adhurohet çdo kush i cili po del në dunja, po ndjer diçka në pap. Nikola Tesla, të adhurohet se na ka pru drita? Të adhurohen se na ka bo prej teri, na ka ndjer në dritë. Po se një tha që ju thuni se Allah na ka ndjer prej teri në dritë, po edhe Nikola Tesla na e bori neve natën dritë, reflektuara. Po me reflektuara, ditë po e bën. Të adhurohet Nikola Tesla? Jo lajmërova, se Nikola Tesla e di përse ka tentu të zbuloj drita, se ka pas frikë teri. Allahu Gjelle Gjelalu e Gjeleshan ja futi në zemër frikën e teri. Dhe e boni që ta zbuloj drita. Inshallah Allahu Gjeleshanu dhe njëni prej drive tonë musliman shqiptar ja fut në i sen, në i frikë në zemër, e zbulon në i punë të madhe, për cilën do të ketë dobi populli jonë. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu e Gjeleshanu pa mos e zgjatur se kam shumë për të folë për këtë temë, por do ta vazhdojmë në të ardhmen. Ju mos frikojnë se ishi 70 mëkate dhe gjatë do e çojë hoxha me këtë. Jo vllai nderuar, ne do t'i përmendim nga 7, nga 10, do t'i largojmë këto. Do t'i pastrojmë, po të ngjelet diçka në mendjen tonë. Ta futim praktik. Në qoftë se hoxha folën kot, po fol hoxha çat pun ka le të fole. Hoxha s'fol më. Hoxha në qoftë se fol xhamati këtu i hin andi del, hoxha kot po fol. Hoxha në qoftë se fol xhamati po flen, hoxha sot hoxh. Hoxha në qoftë se flen, në qoftë se xhamat ka, hoxha çat bëj vet. Prandaj hajde. Ditën e lirë pushimin kur e kemi ditën e xhuman e shkurt. Hajde. Sirni vëllezërit tu le të vinë në xhami. Se në xhami këtu po thot do kush më ngushto hoxh. I thash njëri hajmë në xhami. Këtu, Salzburg. Ta hoxha, më ngushto. A ngushtohet do kush i vjen në xhaminja. Po nuk je gjënësin të madhe, nuk e ke shpinë tënde sa e ke këtu. Po, nuk e ke. Se ke, si këtu mund shtrije sa dush të pikin e ke si. Atje nuk të lanë. Atje s'lanë të shtrijesh. Atje të trish ullët se ke mbuja stëk, anash, manash. Nuk len. Dhe po e prish jambulin. Po i prish tjetër. Po bon çrregullime në shtëpi. Jashtë. Dhe shkosh në Flomark. Në Flomark do të shkosh ditën e diell, nuk do të vish në xhami se po ngushtohesh në xhami. Po ashtu, po ngushtohesh një filan, po ngushtohesh se po e thirrsh në xhami. Prandaj mos u ngushtoni në xhami se xhamia është e jona. Xhamia për ne është, për muslimanët është xhamia. Xhamia është e lirë, xhamia është e gjerë, plot është e gjerë. Sikundra njerëz kemi plot e gjerë kjo xhami. Ne kemi nevojë për xhami më të madhe, dikush thotë kemi nevojë për xhami më të madhe. Me ti jam vllai nderuar, ta mbushim kot pastaj e zgjerojnë. Ta mbushim kot pastaj e zgjerojnë. Po kjo e mbras, po e marrim një tjetër alamën mbras. Alamën mbras. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu e Gjeleshanu ata që e mësuam sot, ngele mendjen tonë, ata futim praktik, thirrni vëllezërit tonë musliman që të vazhdojmë me mësimet, vazhdojmë me mësimet ditën e diell, vazhdojmë me mësimet ditën e xumë, të mësojmë, të nxjerrim diçka. Ti bëjmë ato 3 ton pak më ndryshe se pleshit ton, do të falin pleshet. Ti bëjmë pak më ndryshe 3 se sa pleshet. Ti përmirësojmë ato se unë jam i bindur se edhe pleshet duan kot. E duan që fëmia i vet edhe fëmia e fëmijës vet të jesh i përparuar. Unë jam i bindur. Unë e di çfarë pleqesh kemi këtu. Unë jam i bindur për ato. Unë jam i bindur se pleshit ton dëshirojnë që fëmijët e tyre në moshën 30 vjeçare shkojnë në hax. Unë jam i bindur për këtë punë. Unë jam i bindur se pleshit ton thuan se jam i bindur për këtë. Se namazi i triut është më i vlefshëm se namazi i plakut. Unë jam i bindur për këtë. Se unë e di se çfarë pleqesh kam xhami. Pra, pleqet ton thuan se namazi i triut është sikur drita në mes natës në shkët xhami. Edhe jam i bindur se thuan se namazi i plakut është si kjo drita sot. Me i hap të roletës, kjo drita s'na duhet neve. Pra, unë jam i bindur se e di se çfarë pleqesh ka. Unë uroj që pleqet Allahu Gjelle Gjelalu e Gjeleshanu në Islam t'i forcoj. Atyre të spit në dorë, të bashkohim duke thënë La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Pleqet tonë kuraje t'u apën trive, për punë. Që udhëzojnë ato punë të mira dhe t'i ndalojnë nga punë të këqija, t'i ndalojnë nga fjala adhurim, jashtë Allahu Gjelle Gjelalu e Gjeleshanu. Pra, unë uroj që pleqet tonë
Allahu xhaleshanu shëndet t'u jap edhe jetë gjatë. Ti kemi në mesin tonë që mësojmë për atyre. Por rinin tonë Allahu xhaleshanu ta udhëzoj. Smun tonë Allahu xhaleshanu t'i shëroj, të burgosrit t'i liroj. Dhe lusë Allahu xhaleshanu t'i bëj ditë ibadetit, ditë adhurimi, ditë punëve të mira, ditë të atyre të cilët Allahu xhaleshanu i quan besimtar të devotshëm të atij. Walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.